Pej. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju në studio dhe për të gjithë ato që janë dëgjuar herët që të rrugtojnë tash edhe ditën së bashku, e që nga Peja tash nuk janë edhe të pakta ta shikuesit të cilët janë shumë të interesuar për me ditë se çka po ndodh dhe çka do të ndodh në Pejë. Unë sot ndodhem në afërsitë të Lumbardhit, respektivisht në një shëtitore e cila është ndërtuar aq bukur, ndonë se natën herë nuk ka ndryshim, por megjithatë shfrytëzohet shumë. Ditëve të fundit ka filluar në Pejë që përveç sulmeve të qenëve endacak të shfaqet edhe një dukuri tjetër, ku është ajo që kemi të bëjmë domethënë me helmimet të qenëve endacak dhe ekspozimin e tyre në hapësira të ndryshme të qytetit në kënde të ndryshme, duke u ndeshur me qenë të ngordhur. Prapa meja është një urë vendosur vitin e kaluar ose para 2 viteve, mirë po në kanalin në të cilën e kemi raportuar edhe më parë që nuk është i rregulluar mirë për të shfrytzuar dhe për të pasur qasje edhe në shqiptore nga ura, tash qytetarët e disa ditë janë duke e parë një situatë alarmante, pra kemi bëjmë edhe me qenë të ngordhur në vend se në kanal të jetë ujë, kemi qenë endacak edhe të ngordhur madje, e në vend se në Lumbardhë të ketë ndonjë peshk të bukur, qytetarët tashmë po shohin pamje jo të mira duke u ndeshur edhe me pamje të trishta. Pra përveç që sulmeve të qenëve endacak, tash po i shohim edhe qenë të helmuar, se nga kush po vjen kjo dukuri, natyrisht se ende zyrtarisht nuk dihet, por ajo se çfarë kemi parë ditëve të kaluara është ndarja e një shume prej mbi 250.000 euro dhe dhënia një tenderi për një kompani nga ana komunës së Pejës për me i trajtu këta qenë, edhe që vlen të theksohet se në përpjekjet tona për me e marrë përgjigje nga drejtoria e bujqësisë, gjithsesi nga drejtori Tahir Shala për me e pa se si po ecë ky proces dhe çka duhet bëjnë qytetarët për të bashkëpunuar me komunën, ai më ka dhënë një përgjigje shumë direkte se duke më thënë se unë nuk komunikoj me ty. E i pyetur nga ana ime pse nuk komunikon me mua është se ai më ka thënë se unë e di arsyen pse ai nuk dëshiron të komunikojë me mua. Jam kthyer në retrospektivë dhe kam pa se cila është arsyeja pse ai potencialisht mund të jetë si arsye që ai nuk komunikon me mua, është se në vitin 2023 i kam raportuar një vendim që ai është shpallur i dënuar për vjedhje vote. Pra, mungesa e transparencës në këtë proces për të parë se si duhet të veprojnë qytetarët, ai komunikimin me gazetarët e ka lidhur në këtë arsye, ndërsa sot qytetarët ndeshen me problematikat përveç sulmeve endacak shohim edhe qenë të sulmuar dhe të helmuar rrugëve. Natyrisht që askush nuk është kundër qenëve endacak edhe dënohet ashpër publikisht edhe rasti i helmimit të qenëve endacak, por veprimi i institucioneve po shihet se që në publik është duke munguar. Mos harrojmë janë jap mbi 250.000 euro të ndër dhe problemi nuk po rregullohet. Po Valdrin, thuaj zotëri që i natet mes vetit duhet të kalojnë dhe mos të harrojmë që qenët endacak të ngordhur ose të helmuar në temperatura pak më të larta të cilat mund të vinë dhe do të vinë gjatë javëve në vim dhe kërmat që gjenden aty mund të shkaktojnë ndoshta edhe ndonjë epidemi e cila dihet që nuk është shumë e mirë për shoqërinë, por mbi të gjitha vazhdo të raportosh kështu siç po raporton. Faleminderit shumë. Gjithashtu faleminderit edhe juve për mundësinë vlen me u ritheksu për të disa të herë se raportimi i gazetarëve në raport me këto dukuri nuk do të thotë që kjo ndihmon dukurisë që të shtohet, por të duhet të intervenojnë institucionet që kjo dukuri të paksohet. Normalisht. Faleminderit shumë, dëgjohemi nesër.